Meriton Binaka jo shtiriu nga Gjakova që edhe përballja me aftësitë të kufizuara nuk ja ka ndalur qëllimet që ka në jetë dhe punën e vazhdueshme për sukses. Pas përfundimit të studimeve bachelor në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov, ai po vazhdon studimet në Universitetin Haxhi Zeka në Pej. Ai u shpreh se ballafaqohet me sfida të ndryshme, një ndër to transporti publik për persona me aftësi të kufizuar, për të cilën tha se shteti nuk po bën atë që duhet në këto drejtim. Së pari kam fillu studimi këtu në Universitetin Fehmi Agani, në Fakultetin e Shkencave Sociale, e cila është kujdesi dhe mirëqenia sociale. Pas asaj kam pa të arsyeshme që me vazhdu studimet për master, ku tani jam në Universitetin Haxhi Zeka, duke vazhdu studimet menaxhment biznesi, e cila është menaxhimi i burimit njerëzor në fakulteti. Ka sfidat janë të ndryshme, për arsye që është së pari ka mungesë transportit publik për persona me aftësi të kufizuara. Shteti nuk është të bëjë shumë këtë drejtim, por nuk do të më ndalë. Tutje Binaka i ka treguar edhe për synimet që ai ka në vazhdimsi. Synimi im është të vazhdoj sa më shumë, edhe të arrijë të jemi barabartë me tjerë, që të punësohem, të zhvilloj karrierën time, edhe të mund të ndihmoj të tjerët, të jem motivues, se shohim që po ka shumë sfida, edhe besoj që kjo po ka shumë, çka unë po du më arrit për veten time. Binaka i përfundva mesazh të gjithë që të mos ndalen asnjëherë përkundër sfidave me të cilat ballafaqohen dhe se mbështetja nga familjarët e shoqëria është e domosdoshme në mënyrë që të lehtësohet sa më shumë rruga jetësore.